faktorit e neurozhvillimit nga ana prindit ndikon edhe në fundit në atë që prindi duke pasur njohuri ndërton një mjedis më të shëndetshëm për zhvillimin e fëmijës. Pra, i jep rëndësi lojës, i jep rëndësinë e duhur pjesës shqisore, i jep rëndësinë e duhur pjesës komunikimit dhe të ndërveprimit e kështu me radhë. Njohja e neurozhvillimit e ndihmon, ose zhvillimit, ta themi më thjesht, e ndihmon prindin që të mos bëj krahasime të panevojshme, pasi zhvillimi është, siç e tham, progresiv, por shumë individual, dhe gjithsesi në fund fare e ndihmon prindin ta kornizojë shqetësimin e tij, të kërkojë ndihmën e specialistit nëse është e nevojshme, të bëjë një konsultë fillestare, dhe nëse është e nevojshme të shkojë drejt diagnozës ose të ndërtojë ato strategjitë e nevojshme bashkë me specialistin për të ndihmuar fëmijën e tij sa më herët është e mundur. Eksakt, pikërisht kjo është ajo, duke e njohur zhvillimin e fëmijës, duke njohur stadiet dhe procesin e zhvillimit, e ndihmon dhe suporton në mënyrën më të mirë të mundshme fëmijën e tij.